Falënderoj zoti kryesues, zoti kryeministër, kolegë ministra të nderuar deputet, duke falendëruar deputeten Baftia, po dhe deputeten Lama për shqetësimin e ngritur rreth mamografit mobil, më lejoni që pika të shkurtë apo më shumë kohë t'ju informoj se çështja e mamografit mobil ka qenë njëri nga angazhimet e mia intensive. Zoti ministër, falë që po ndërhyj, veç duhet paralajmëroj që 3 minuta i ke kohë. Shpejt. Ka qenë një nga angazhimet e mia më intensive që nga marrja e detyrës së ministrit të shëndetësisë, duke ditur rëndësinë e funksionimit efikas të tij. Fillimisht kam ftuar, ashtu siç tha dhe deputetja, menaxhmentin e shërbimit spitalor, respektivisht përgjegjësi klinikës së radiologjisë në takim informues, nga të cilët jam informuar se deri në ndërprerjen e punimeve funksionimit mamografi mobil ka bën 300 ekzaminime. Ndërprerja e punës me këtë aparat ka ndodhur pas defekteve të shkaktuara si pasojë ndërprerjes së furnizimit me rrymë. Disa nga defektet e shkaktuara janë evituar menjëherë, ndërsa disa të tjera kanë marrë më shumë kohë. Gjithashtu ju informoj se për këtë çështje janë interesuar donatorët kryesorë të këtij projekti, ambasadori norvegjez dhe holandez dhe të tjerët, me të cilët në takim jam zëtuar që do të evitojmë problemet. Në takimet me përgjegjësit janë ngritë çështje të cilat u duhet me evitu, ato çështje kanë qenë kryesisht teknike. Është bërë siguria fizike e mamografit mobil, janë evitu defektet gjitha dhe janë marrë gjitha masat për pajisjen e mamografit mobil për daljen çarkullim si çdo automjet tjetër. Domethënë është regjistruar dhe është pajis me dokumentacionin gjegjes. Të nderuar deputet, ju informoj se shfrytëzimi efikas i mamografit mobil në terren do të bëhet vetëm pas hartimit të detajuar të planit operativ që duhet të koordinojë punët e nevojshme në klinikën e radiologjisë, përgjegjësit e spitaleve renale dhe drejtorive komunale të shëndetësisë me qëllim që të hartohen sakt oraret e lëvizjes së mamografit, caktimin e saktë lokacionit të vendqëndrimin, njoftimin e grupeve target qytetarëve që duhet të ekzaminohen dhe detaje tjera logjistike. Për këtë arsye është caktuar një koordinator i cili do të përkujdeset për plotësimin të gjitha kushteve teknike dhe harmonizimin e aktiviteteve të grupeve profesionale me aktivitetet lokale shëndetësore dhe të komunave. Ju njoftoj që sot mamografi mobil është në funksion, është duke u bë ekzaminimi i grupeve të caktuara të cilat janë planifikuar më herët, ndërsa dalja në terren pritet pas planit të detajuar, të qëndrueshëm dhe të implementueshëm, siç e thash në koordinim me autoritetet lokale. Sa i përket përgjegjësive, ju them që kur të marrë raportin nga organet e hetuesisë, sigurisht se do të merret edhe përgjegjësia ndaj individëve eventualisht. Faleminderit.